prindrit pavarësisht se përballen me smundjen e fëmijës tyre, nga ana tjetër duhet përballen për gjetur fonde, për trokitur në derën e fondacioneve, shpeshherë për trokitur edhe në derën e shtetit ku nuk kanë arritur për gjetur apo për të plotësuar procedurat. Janë shumë burokratike dhe pikërisht ky ligj atë synon në rrallë të parë, të thyej pikërisht burokracitë të cilat ekzistojnë nëpërmjet mekanizmave institucional ligjor, por padyshim edhe nga ana tjetër për të mos mbetur një rast në dashamirësinë të cilën ne kemi parë shpeshherë të shqiptarëve, të cilët janë bërë bashkë për të mbështetur nisma të tilla, por institucioni vetë që ndjek atë, që shkon në një komision, në një komision të posaçëm i cili e vlerëson rastin dhe ajo çka është më e rëndësishmja, ky projekt ligj ndan një fond të posaçëm në buxhetin e shtetit. Është shumë e rëndësishme koha, siç edhe ju e theksuat. Në një rast të këtillë, i cili mund të dojë një trajtim i cili mund të jetë i menjëhershëm, sepse po flasim për smundje të cilat institucioni publik, pra i shëndetit publik në Shqipëri nuk arrin që t'i trajtojë dhe nuk arrin që t'i mbulojë këto brenda vendit. Gjatë gjithë këtyre ditëve kemi dalë përpara bibliotekës kombëtare, pra në afër sheshit të Skënderbej. Sot po mblidhen firma aktualisht në Durrës, po mblidhen firma në Elbasan, po mblidhen firma në Fier, përveç Korçës, po mblidhen firma edhe në Shkodër.